Bektash Shapaku është drejtuesi i Akademisë së Futbollit Titan që vjen nga Tirana me 2 ekipe dhe ishte akademia më e suksesshme e këtij turneu. A kupton se 2025 urime për përfaqësimin e jetës sepse fituat edhe kupat kryesore. Shumë faleminderit për këtë intervistë. Ne është viti 7 që marrim pjesë në këtë aktivitet, edhe si çdo vit kemi kaluar një eksperiencë shumë të bukur. Këtë vit patëm sukses akoma më të madh, ku shpallëm kampion me kategorinë U9 dhe kategorinë U11, por përpos shpalljes kampion fëmijët besoj se kanë marrë një eksperiencë ose kanë kaluar një eksperiencë të paharruar, ku kanë marrë dhe edukata sportive që të ofron edhe qyteti i Shkodrës. Edhe vetë ky turne, ashtu si edhe të tjerë më parshëm, ishte me të vërtet brezlënëse, me një mirë organizim, ndeshje interesante, luftarake, por edhe një ceremoni, po themi festive, ku morën pjesë edhe disa nga yjet e vllaznisë së sotme. Është shumë e vërtet, ne ku kemi parë edhe lojtarët e vllaznisë, normalisht kemi ndjer një emocion shumë të madh, sepse kemi parë nga televizori dhe këtu i takuam realisht. Ky turnej gjithmonë ka entuziazëm, ka edukat, ka disiplinë, ka rregull dhe ne prandaj jemi viti 7 që marrim pjesë sepse kemi ngel gjithmonë të kënaqur. Besoni që ky brez i sotëm i akademisë tuaj e ka perspektivën e dur për të furnizuar ekipet e para në Tiranë? Akademia jonë ka furnizuar disa prej ekipeve profesioniste në Tiranë, si Akademia Tiranës dhe Partizanit, ku kemi disa lojtarë thelbësor në formacionet e tyre. Brezi që po rritet është një brez. Kush janë disa prej tyre që kanë dalë nga ju? Atëherë, portieri i kategorisë U16 profesioniste te Tirana është Fabio Dervishi, ka dalë nga akademia jonë. Në kategorinë U13 profesioniste është mbrojtës David Nikolli. Në Akademinë Triumf, kategoria U16 superiori është Antonio Doci, i cili luan ndeshje të plota dhe një lojtar shumë cilësor në akademinë e tyre. Ndërkohë, aktualisht në brezin që luhet në këtë turne, mund të veçojmë ndonjë emër me konkret? Realisht është shumë e vështirë sepse në kategorinë U9 dhe U11 të gjithë lojtarët kanë luajtur për të fituar. Edhe unë jam shumë krenar që ata ja kanë dalë të fitojnë edhe të marrin vendin e parë. Nuk dua që të ndaj në një lojtar sepse i kam shumë të gjithë një lloj. Siç e zhvilluam dhe u kuptuam me kolegun tuaj të përparshëm tek Elita Shkodrane formacionin, sepse mani 9 janë të gjithë brenda. Patjetër, në kategorinë U9 në finale kemi luajtur me Ren Nezha portier, mbrojtësi majt Roan Koleci, mbrojtësi djathtë Rejv Sina, mesështror qendre Elias Naska, sulmuesi djathtë Denis Jackson Veshi dhe sulmuesi i majt Bjorni Krasniqi. Dhe sfundi një pyetje që duhet ta bëjmë për ju. Patjetër. Kjo akademia juaj është shumë e suksesshme me gruposha 2 kupa të merituara, por shpatra parë nuk po kalon momente të mira e Tiranës, vardhëbut e Tiranës. E kuptoj. Ne faktikisht duam që ekipet në Tiranë, sidomos ekipet e para të ecin me ritme të mira. I ndjekim, i shikojmë, shpresojmë që të ndryshojnë dhe të kenë sukses. Faleminderit për intervistën, suksese akademisë tuaj me këtë brez me të vërtet të talentuar. Urime edhe për kupat e fituara. Shumë faleminderit për ju.